Presidentja dhe komandantja e përgjithshme e forcave të armatosura, Gordana Siljanovska-Davkova, zbashku me shefin e shtabit të përgjithshëm, General-Major Sashko Lavchiski, vizituan ushtarët në kazermën Alekso Demnievski Bauma në Veles. Gjatë vizitës, Siljanovska-Davkova informua nga komandanti i komandës për trajnim dhe doktrina, General Brigade Lulzim Nuredini mbi misionin dhe aktivitetet e komandës dhe vizitoi qendrat e trajnimit të qenve, simulimeve dhe përgatitjes së doktrinave. Presidentja u takua edhe me ushtarët e rinë në trajnimin bazë duke i uruar festat dhe duke theksuar pasionin dhe përkushtimin e tyre ndaj profesionit ushtarak. Ajo e përshkroi armatën si një institucion me vizion të qartë dhe të ardhme të siguruar me brezat e rinj. Si pjesë e vizitës, ajo dorëzoi një koleksion librash për komandën për trajnim dhe doktrina për të fuqizuar dijen e ushtarëve. Vizita përfundoi tradicionalisht me një drekë të përbashkët me ushtarët dhe komandantët.